Të dashur miq, unë ju falenderoj që sot keni bashkuar kësaj nisme, keni mbështetur të nisëm, I keni dhënë jetë kësaj nisme, e cila synon të themelojë në Shqipëri institucionin e mëngjesit kombëtar të lutjeve. Është një nismë e cila synon të bëjë një martesë mes traditës historikes shqiptares, duke përkujtuar kuvendin e Lezhës, evenimentin e madh politik dhe historik, kur lideri I shqiptarëve, Gjergj Kastriot Skënderbeu, bëri përpjekje të jashtëzakonshme për të bërë bashk të gjithë prisit politik shqiptar. Ky model dhe kjo nisëm ka qenë, mbetet dhe do të jetë për ne fotografia në cilën do të duam ta shikojmë për herë klasën politike shqiptare në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Dhe kjo fotografi sot është komponenti tjetër I kësaj martese. Pra tradita e një mëngjesi lutjeje, ku të gjithë bashku, politikan, akademik, miq të nderuar nga Perëndimi, mblidhemi, ndajmë ushqim me njëri tjetrin, por njëkohësisht vendosim edhe të pranojmë së bashku se krijuesi është ai I cili na jep mundësi për të qenë drejtë. Krijuesi është ai I cili na jep kurajo për të përballur me tiraninë e shpërfilljes. Me tiraninë e shpërfilljes e cila na mundon në çdo zyrë institucioni. Me tiraninë e shpërfilljes që na mundon në çdo kamera televizive. Me tiraninë e shpërfilljes që na mundon në çdo mendje mosbesuese intelektuale. Me tiraninë e shpërfilljes që na mundon në çdo zemër të munduar, të lodhur, të rrallkapitur nga keq përdorimi. Shumë prej nesh në këtë sallë kemi patur mundësi të marrim vendime për këtë vend. Dhe unë duhet ta pranoj që të dashur miq, ju duam fort, por nuk keni bërë fort punë të mira për këtë vend. Megjithatë, edhe pse ju nuk keni bërë fort punë të mira, ne do duam vlerësojmë dhe shikojmë atë pjesë e cila është pjesa pozitive e aksionit tuaj. Ne duam vlerësojmë faktin që ju realisht keni pranuar të kërkoni votat e qytetarëve shqiptar, keni pranuar të drejtoni institucionet shqiptare me dëshirën e mirë për të bërë vepra të mbara. Sado ideale të mbaja të ketë,
sado vepra të mëdha pretendoj se mund të bëjë. Por së bashku mund të inkurajojmë tek njëri tjetrin të mira. Së bashku mund të inkurajojmë tek njëri tjetrin kurajën. Së bashku mund të inkurajojmë tek njëri tjetrin shpresën. Shpresën për të ngatënjur mbi frikën. Këtu frika është sistemi i cili dekurajon qytetarinë. Këtu frika është sistemi në cilin ata që na drejtojnë, ju që na keni drejtuar, keni përdorur për të na dominuar. Megjithatë, ne ju them këtu së bashku që ju zotërinj të bëheni aktor dhe autor të shpresës. Por nuk mund ta bëni dot nga një autoritet pushteti apo politik. Këto të arrini, vetëm në rast se do të pranoni të bëheni të thjeshtë. Vetëm në rast se do të pranoni të përunjeni para Zotit, Krijuesit dhe para qytetarit. Një vend dinjitos që ta meritojë në çdo çast, në çdo qelis, në çdo element, veprën e madhe të integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Integrimi politik nuk I intereson qytetarit shqiptar. Qytetarit shqiptar I intereson integrimi që buron nga dinjiteti në cilin ai lartësohet. Në rast të bashku, do të punojmë për ta lartësuar qytetarin shqiptar në nivel dinjitetit dhe integritetit, ku ne të kemi çfarë të prezantojmë. Ku ne, si shqiptar, të kemi për çfarë të flasim. Të kemi me çfarë të përfaqësohemi. Vetëm atëherë do të themi që ky integrim ka qenë vepër e madhe për shqiptarët. Dhe ky integrim mund pasohet pastaj dhe me një vepër më të madhe akoma, për cilën nuk ka nevojë të flasim, por vetë fotografia. Dhe po e nis që të falenderoj këtu për pjesëmarrjen e tyre miq që kanë ardhur nga Kosova, zotin Mararme Xhepi, ish kryeministri I Kosovës, dhe kryetari I komunës Mitrovicës. Do të falenderoj këtu zotin Bujar Dugolli, ish ministri I Transporteve të Kosovës, përfaqësuesi I Alandës për Armeninë e Kosovës. Do të falenderoj këtu zotin Imer Selmani, kryetari I Partisë Demokracie e Re, I cili është kandidati shqiptar, një nga kandidatët shqiptar për president në Maqedoni. Do të falenderoj këtu në mënyrë të posaçme miq që kanë ardhur nga Anglia, Nate Ashery dhe John. Do të falenderoj këtu John Harris. Do të falenderoj këtu Berg dhe Traudel që kanë ardhur nga Gjermania. Këta miq ndihmojnë organizimin e mëngjesit tutjeve në Parlamentin Gjerman dhe në Parlamentin Britanik. Por nuk mund të rrit pa falenderuar ish presidentin e Republikës që na nderon këtu sot, zotin Alfred Mojsiu. Nuk mund të rrit pa falenderuar këtu Princin Leka, gracinë e tij. Nuk mund të ndroj pa falenderuar në mënyrë të posaçme kryetarin e Akademisë së Shkencave, I cili zoti Bujar Beqire, I cili është bashkuar këtij takimi dhe udhëtimit Forumit për Demokraci dhe Etik, dhe sigurisht me përgjegjësinë më të madhe, me dashurinë më të madhe, me mirënjohje më të madhe do të falenderoj liderat qytetar që kanë ardhur sot këtu, qytetarët, kryetarin e Komunitetit Musliman Shqiptar Zoti Selim Musha, në kryetarin e Komunitetit Ortodoks Shqiptar Ata Andonit, njëkohësisht edhe përfaqësuesin e komunitetit dhe tashi zotin Babamundi. Do të falenderoj të gjithë miqtë e tjerë nga Kosova, Maqedonia, por sidomos të falenderoj ambasadoren franceze, e cila vazhdimisht na ka mbështetur në aksionet që ne kemi zhvilluar. Unë dua që ta nisim këtë takim para se t'u japim fjalën drejtuesve të Komitetit Fetare me këngën e himnit flamurit të cilën do ta këndojë orkestra dhe ju lutem të gjithë çojmë këngën dhe ta këndojmë. Flamurit